Ka nisur në Korçë mbledhja e firmave për peticionin i cili parashikon të kthejë Parlamentin shqiptar ndryshime në ligjin për trajtimin e fëmijëve me sëmundje të cilët nuk mund të kurohen në Shqipëri. Janë të shumë qytetarët të Korçarit të cilët mbështesin këtë kërkesë të shoqërisë civile. Banorët e qytetit tregojnë se është detyrë e qeverisë të sigurojë financa për trajtimin mjekësor të fëmijëve nga 0 deri në 18 vjeç dhe se zgjidhje nuk mund të mbeten vetëm fondacionet humanitare apo bamirëse. Ne kemi kohë që kemi nisur me rritet tona për mbledhjen e firmave, por sot është dita e parë që po nisim një maraton nga Korça, duke dalë këtu në pedonalen e qytetit. Do vazhdojmë ditë të tjera prapë në Korçë dhe duke ushtrirë në gjithë Shqipërinë. Dhe gjithë këto emocione pozitive dhe urime që marrim nga qytetarët korçarë për të nismën na kanë dhënë një stimul të madh që do arrijmë qëllimit, do ta çojmë në parlament të nismë kaq të drejtë dhe të kaos kaq të mirë. Duhet 20.000 firma, deri në momentin jemi diku te 4.000 firma që kemi mbledhur, kështu që ju lutem na u bashkoni, na ndihmoni për të shpëtuar një jetë fëmijë. Që nga rastet më të rëndësishme, jo vetëm qytetit, por të gjithë Shqipërisë, nevoja ekstreme që kanë disa persona në moment të caktuar të jetës, cila duhet sigurohet nga shteti në momentin që familja nuk ka mundësi. Jo vetëm Korçë, por në gjithë Shqipërinë, janë raste të paparashikueshme që mund t'i ndodhë çdo njeriu, kështu që të gjithë duhet solidarizohen dhe të ndihmojnë këtë nismë për të hedhur firmë dhe për ta mbështetur. Vërtet është detyrimi i qeverisë që të ndihmojë për trajtimin e fëmijëve nga mosha 0-18 vjeç. Kemi parë shpeshherë që prindrit detyrohen të kërkojnë ndihmë nga të gjithë shqiptarët për të mundësuar trajtimin jashtë dhe kjo është detyrë e qeverisë, nuk është detyra e gjithë secilit prej nesh. Ne mund të bashkohemi për solidaritet, por detyra është e qeverisë. Kështu që mendoj që ky është një projekt ligj i saktë për të kaluar në trajtim, që më në fundin e tij jemi një shoqëri e ndërgjegjësuar për të drejtat tona. Ky peticion ka ardhur si inicie pas sëmundjes së një fëmije të posalindur në Korçë, ku prindrit e kishin të pamundur për ta kuruar. Mbështetja erdhi nëpërmjet fondacioneve humanitare, por kjo solli idenë se qeveria duhet të jetë garantuesi i financave kur një familje ka të pamundur për t'i siguruar ato.